Kryeministri Edi Rama e konsideroi të mbyllur çështjen ndaj deputetes Belinda Balluku pas vendimit të Kuvendit për të mos autorizuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit. Rama u shpreh se Kuvendi e trajtoi me përgjegjësi rastin dhe nuk e autorizoi kërkesën, të cilën e përshkroi si varg të një kuturisjeje që nuk mund të zgjas pafundësisht. Çështja e deputetes Belinda Balluku, sipas meje, sipas nesh, është një çështje e mbyllur. Kuvendi u shpreh, pasi trajtoi me shumë përgjegjësi dhe me kujdesin më të madh të gjithë çka ju vu në dispozicion, dhe nuk e autorizoi kërkesën me vlerësimin se kërkesa është në vazhdën e një kuturisjeje e cila nuk mund të vazhdojë pafundësisht, ku njerëzit trajtohen si të ishin mjete në dispozicion të luftës kundër korrupsionit, edhe kur nuk bëhet fjalë për korrupsion, edhe kur nuk bëhet fjalë për përvetësime për interesa personale, edhe kur nuk bëhet fjalë për ndonjë arsye që mund të pengoj zhvillimin e hetimeve, dhe merren edhe futen brenda. Kryeministri theksoi se mosdhënia e autorizimit për arrest nuk ndalon prokurorinë të vijojë hetimin ose të kërkojë masa të tjera, duke theksuar se Balluku nuk ka më funksione ekzekutive. Kodi i procedurës penale shumë i qartë. Mosdhënia e autorizimit për arrest nuk e pengon prokurorinë të vijojë hetimin apo të kërkojë masa tjera, pra hetimi vazhdon dhe drejtësia nuk pengohet. Nga ana tjetër, deputetja nuk ushtron më asnjë funksion ekzekutiv, e gjithë kërkesa ishte aty kur ajo e ushtronte funksionin ekzekutiv, dhe pavarësisht se ajo nuk është më në detyrë, prokuroria vazhdoi të kërkojë të njëjtën gjë, duke harruar se faktikisht nuk kishte asgjë të re që kishte ndodhur, përveç faktit që deputetja ishte thjesht një deputete dhe që nuk ka më asnjë kapacitet të ndikojë në asgjë për sa i përket hetimeve. Rama ironizoi gjithashtu opozitën, duke thënë se përpjekjet e tyre për të bllokuar rrugën drejt integrimit evropian janë të kota. Gjithë ata që vuan kujën për integrimin dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian që na qënge kaq afër, keni parasysh, janë po ata të cilët deri në këtë moment predikonin ditë-natë se integrimi dhe antarësimi ishin shumë larg. Se integrimi dhe antarësimi ishin një ëndër që unë e shisja për shqiptarët, por që se besoja as vetë. Se ne kur nuk do antarësoheshim në Bashkimin Evropian, dhe pa pritur në të gjitha tenxheret u ngritën përpjet kapakët sepse ëndra u prish në çastin e fundit. Këta janë në rastin më të mirë qesharak, në rastin më të keq janë jo vetëm ignorant, po janë dhe shumë të ligjë. Por unë ju siguroj që në asnjë mënyrë rruga jonë drejt antarësimit nuk është bllokuar dhe nuk do të bllokohet për këtë shkak. Rama tha se partnerët ndërkombëtar kanë pasur një diskutim konstruktiv lidhur me qasjen ndaj imunitetit parlamentar dhe garantoi se hetimet do të vazhdojnë sipas ligjit, pa pengesa për procesin e drejtësisë.